Atje gjën kamën, gjën mishi, gjën harapashi, po mi të gjitha gjën zjarin e ndërzu në fillim. Dhe stopane, stanarët, po stopane i kemi thanu, përsi. është edhe ajo kënga që lej petullat, po gërvetullat. Gruaja, fishnike, të gjithë mejtën, i pret, me bush të qeshur dhe me vetull të përpjet. Këto janë karakteristikë. Nuk rrien ngrysur, nuk rrien ngrysur. Ja. Do të fut një seat. Ne mërzitur të... Ja ku kemi pajtime, ky është zoti ishte. Kemi pajtime, kemi kita Bolenës, kretarin e shoqatës Bolena. O pajtim. Kujtim Leska, Je i martuar zotin Shafëmike. Zotin Fasti Koqie, ish ushtarak, gazetar. Akoma nuk do bëj mik, Hate Dalani, po s'bëre 3 ditë zotin Rapaliaj. Jo pak se 3 Pra, ditë. janë gjithta Bolenës, gjithta Bolenës këtu, bashkë me 2 djemët, zotër të stani, foni që është shepës taj, që është ne kemi, qëfar kemi? Kemi mikë, kemi atë princin e polifonis që, dhe si e vetëm polifonis ti, se ti ke shumë gjera këtë fshevra, këtë qipa, apo s'ketë fshevra. Dhe jo, unë kam me të gjitha mua, emër më dha Labëria. Më respektoj Labëria, më vlerësoj Labëria, më mërë dhe kokën sot e gjithë ditën Labëria, këtu në Bërdetit. Sa? Dhe e kam për nërë, është kënaqësi e madhe, që unë ndote mërmjet Bolenës, bujarisht dhe trimërisht Bolenës. Po si o greja ato vetulla, ha? Në veçanti e kam patur mik kujtim. Është një nga borat fishnike Bolenës, dhe që nuk i gjën borë në Bolenë të mos jetë fishnik. Se cilë në vetën e tia, ka të bukur dhe të veçantë të tia. I Bolena si ka një qërësi, ka ligjin e kompores. Se komporja, përvoj e armën, muri një qime flaku, në grikë, ajo përcet nga mbrapa dhe vretë zotin. Pra Bolena se subje qime një kompore. Pra këta janë Bolena si. Vetëm një të tutë. Lefter Qipa, ti bashkon Labërin edhe bregun e detit. Ti nuk do të thotë Portë Malesh, apo Portë Bore. Portë Bore quhet se e zëbore. Portë Malesh, nga ana strategjike, është vetëm një portë strategjike ushtarake që nuk mund të kalosh më tjetër portë dhe shtek, veç se në pirur, të kalosh nga bregu i detit në Labërinë e madhe. Pra kjo është Porta e Maleve dhe Porta e Borës. Diçka vjen tradita këmbehen aty si... Piruri në tërsi, në psikologji, në shtatë, në japëpi, në zakon, në bujari, në trimëri dhe zgjuarsi, po është 90% është komplet labë, piruri, 10% se kemi pat nevoj për nga një qikryp që zbërësim në të të në litë. Na e se fisni greqishte. Jo vetëm... A gjoha, nuk të shkoj. Himar është quajtur në kodë Turqisë e tërë krajna, deri në Kardit, 52 fshatra e kanë qenë Himar. Pastaj kanë lëvizur të... Në Himar e ka mërë Labëria. Ka qenë zona ose na eja e Himar. Skënderbeu që thuhet kryengritje e Himarës, ajo ka kuptimin e kryengritjes së Labërisë. Vitin e gëzuar. Hajde gëzuar, mi se djem, shëndet të mira. Gëzuar e këmërë gëzuar. Akare në emrin e Bolenasve. Ju uroj
miqve nga televizioni Apollon. Unë tani bëj një auto urim. Gëzuar mirë se erdhët në stanin Volenas. Gëzuar me këta një, Lefter Qipa me Volenas dhe tjerë, me jemi kolegë. Qofshi gjithmonë një televizion i mirëpritur nga masa e gjerë e publikut, që t'i kënaqni dhe t'i vlerësoni të gjithë interesat dhe nevojat që ka populli. Ashtu siç e kam thënë dhe në konferencat e mia, një dritare ku njerëzit shikojnë të ardhmen, shpresën. Ky është televizioni Apollon dhe këtë ju uroj juve. Ju urojmë një tjetër atëherë se ne presim ngurimin. Lefter Qipa i gëzuar. Është një zbukurim që i bën ekranit televizionit Apollon. Urime, zotin Ervet, e përgëzoj këtë iniciativët e për këtë sakrificë, që të shkosh drejt për drejt në një shtanë sot, dhe ku e zgjohe marrë qera ta, shtanë e Volenës. Ka thotë se ishte i gjirë një merak, i zbut shpirtin popullit, ma merë mëndja, kujtim dhe ti të është dakord me mua vatet, je i pavarur nga gruaja, që të ikë që ka që lartë. E të veçë, me këto shkretë të tjera, je i pavarur nga gruaja, me sigurin. Është i ri, të besë të lartë që e të gjonë gruaja, thotë, shbëhet, thotë, kështu ka i pavarësi pasat. Që midis zotërinjve të ekipit dinjitors, presidios të televizionit Apollon, që është i shumë dëgjuar kudo, bashkë me shokët Volenës, me Kujtimin, kryetarin e shoqatës, me Delo Alije, sekretarin e shoqatës, apo Alije, aktivist shoqatës, Adi Dalani, aktivist shoqatës. E para kjo, dhe dyta jam i gëzuar sepse ndodhem tek vëlla im, tek kushëriri im, i fisit, i vëllezërisë, më jashtë i vëllezërisë të pajtimit. Dhe ju faleminderit. Nderimet janë tuaj të pajtimit, janë të Delos, që u bë protagonist për të punë. Unë do të shëndet do të marrë për më të palodhurin më të riun tuaj këtu. Bledi. Operatori. Bledi është mas kamerës, kështu që Ta gëzosh. Bledi, ma e mua të filmojone dhe me rejnë. Bilet të trembëllet të vano, bilet dhe vano, nga një të trembëllet të vano, bilet dhe vano, gëzuar kënd e të Ajme rëzuar, Ska një. që kënd anë zëmë. Duke i qorë shumë. Erdi nga Tirana ai, mama po që kemi, si që kanë, po i vogli. Po i tha, do i mlidi këtë baba në do i mlidi. Djali thosh e mamas. Për ty. Jo i thash, mamaja të birë. Mamaja të birit, po, për ty. I tha, po kështu pi shumë duare, pi shumë rakije, bie shumë miqë më shpje. E të gjoj. Ne bëgë mamis bënem me ato Po tani në këto vitet e tranzicion. Ju faleminderit për mirë ardhjen. Juve dhe presidentit të televizionit Apollon, respektin që keni për ne si fshat dhe si bjektor këtu në tek pajtimi. Falenderoj gjithashtu zotin Lefter Qipa, edhe gëzuar miserde, sepse te kemi edhe krushk në fshat. Ju urojmë jetë të gjatë dhe gjithë të mirat për vjeshtrimin dhe si themine poezit e labrisë. Gjithashtu më lejoni që ne më të gjithë shokëve të mirë, falenderojmë edhe pajtimin djalin e fshatit tonë, edhe për një arsye sepse vazhdon traditën e babait të tij. Qeliku në sanit. Ky babai i tij ka qenë një nga objektorët më të vjetë të Volenës, dhe mjafton të them kaq mos me 56 kur bërë fotografi. Ka
ka pas mbi 350 kombati, të cilat i dorëzoi bashkë me veten e tij dhe me Stalin në strategjin e tij. Prandaj edhe një gëzuar pajtim, gëzuar pajtim. E të bëfshin 1000. Edhe plot veta të këtë beha. Plot kemi, nuk mbaroj. Ai. Vete si zoti, si do zoti. Palomatina. Si kur flisja me baban Veshur me robat e labit si vishe kur ishte gjallë. Veshur me robat e labit si kur ishte gjallë. Si vishe kur ishte gjallë. Shtruar në odë me miqë dhe kënës ja kishte maro. Shtruar në odë me miqë dhe kënës ja kishte maro. Nriti godën e doli se i uroj miqë me radhë. Nriti godën mi qua qa në gëzime, kështu si më kini ardho. Mi qua qa në gëzime, kështu si më kini ardho. Kështu si më kini ardho. Mos pranoni pagjin të di. Unë neve
Shëndet. Mos Unë e vetë shikon e quaj. Mos është një betim patriotik. Situat ku fqinjit tanë që ti sa po këndove pa gëzimin, jo nga fqinjit. Fqinjit tanë vazhdojnë të ngacmojnë e këtë Shqipa. Si e shpjegoni, çfarë prisin nga kjo juve? Kjo është zalia. Jo zilia. Po, ka ardhë zalia tani. A di çdo thotë zali në fjalën e popullit? Nocioni zali i frak zëmër. Sepse me të drejtën e historisë tonë, po bën korrigjim politika botërore. Që nga Shtetet e Mëdha, që nga Amerika, që nga Berlini, që nga Kremlini, edhe duan s'duan, dhe Atinaja. Dhe Atinaja se Zeusi e ka pat këtu froni, se ka pat... Shqip Athinaja, Athan. Ja, Athan. Prandaj tani janë Ju e quani Zali. Zalici. Ato, Zalici Hajde, të Zua. kapitullim. Kapitullim, u bie të pikë. Një përgjigje shqiptare, autoktone, atyre Zuar. Në stan të qobanit venë laj qoban. Në stan të qobanit venë laj qoban. Lajo qoban. Dhe pajtimi mirë na priti laj qoban. Dhe pajtimi